Financat vijojnë të jenë problemi kryesor për bashkitë. Në mbledhjen e Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale, gjatë një dëgjese, kryebashkiakët ngritën shqetësimin se nuk mund të mbulojnë dot një sër shërbimesh për shkak të mungesave të fondeve. Shërbimi pijor, udhëtimi, rrugët rurale, arsimi parashkollor e të tjera nuk mbulohen plotësisht me fonde nga transferta e pakushtëzuar. Burimet njerëzore duhet të përmirësohen. Të gjitha bashkitë duhet në fillim të flasin një gjuhë për të ardhurat vendore. Në territorin e Republikës së Shqipërisë ka bashki që kanë një buxhet shumë të madh dhe deri diku ndoshta edhe të mjaftueshëm, ashtu siç ka bashkitë vogla, buxheti së cilave është i pamjaftueshëm për të kryer edhe investime që kanë interes të lartë publik. Megjithatë, anëtarët e komisionit e rikthyen vëmendjen tek ndryshimi i hartës territoriale. Ishin demokratët ata që vunë në pikpyetje, nëse shkrirja e bashkive të vogla me të mëdhat do të sillte lehtësi. A mendoni ju që shkrirja e bashkive tuaja në njësi më të mëdha e përmirëson cilësinë e shërbimeve të atyre që ju pretendoni që i ofroni mirë, po dhe të atyre për cilat ju shprehet rezerva për pamundësi? Përgjigjen deputeti i opozitës e mori nga bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku, i cili u shpresësh ende herët për të biseduar për të kurrë apo shtim të numrit të institucioneve vendore. Por referat për si mund të ishin ndoshta hipotetikisht rajonet për cilat s'kan detyrë. Dëgjesat me kryebashkiakët do të vijojnë deri në fund të muajit maj, teksa anëtarësia e Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale vijon dhe me diskutimet në terren.